Ky sezon turistik e ka gjetur fshatin piktoresk të Zogajve në një gjendje jo të zakonshme mes kantierit të ndërtimit dhe vizitorëve. Investimet në infrastrukturë që kanë nisur prej disa muajsh e kanë kthyer zonën në një hapësirë të vështirë për kalimin e mjeteve dhe këmbësorëve, duke krijuar kushte jo plotësisht përshtatshme për pushuesit. Pavarësisht pluhurit dhe vështirësive në lëvizje, besnikët e kësaj zone nuk janë shmangur fshatit Buzliçenit, mes tyre nuk mungojnë as turistët e huaj, të cilët vazhdojnë ta frekuentojnë Zogajin për natyrën dhe mikpritjen. Oh, it's beautiful. Love it. Yeah, amazing. Beautiful place. Është vend i mrekullueshëm. Më pëlqen shumë. Para pak ditësh ishim në Alpe. Bëm shtegun Valbon Theth. Tani jam këtu dhe po vizitoj liçenin. Do të çndrojmë 4 ditë dhe pastaj do të shkojmë në jug të Shqipërisë. Came back and staying here for a couple of nights and Pse përballen me pasojat e punimeve në pikun e sezonit, banorët e Zogajve shprehen optimist se përfundimi i projektit do t'i japë fshatit infrastrukturën që i ka munguar prej vitesh. Janë bërë investime, edhe mendohet me bollë një duket për ujin e pishëm diçka, do me bollë një kanal në mes. Masanajna do të bëhet trotuari si puna pedonales. Parete rruga ku bashkohet me rrugën atje deri te xhamia po. Mandena edhe në për rrugica do të bëhen ato të ujinave zeza. Mandena nuk e di çka kanë projekt tjetër. Aktualisht janë ndërprerje sezon. Pa, deri në shtator. Ju shërben ky investim? Po normal që shërben. Zhvillim është për çdo gjë. Si ka qenë turizmi? Zotin dopt, më dopt se vjet tjera. Arsyeja, punimet? Punimet edhe nuk e di pa me sa duket çka kena, si më thon, të kanë në ka thjesht janë në përpjet, kalumi i shalës më tepër. Me mbylljen e këtyre investimeve, Zogaj pritet të marrë një pamje të re infrastrukturore, duke premtuar kushte shumë më të mira për zhvillimin e turizmit në të ardhmen.